Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ende nuk duket askund. Bartës të projekt ligjit në fjalë janë zëvendës kryeministri i parë Izzet Megjidi dhe zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai, por opinioni nuk e di se kush janë grupet e punës, të cilët janë duke përgatitur këtë draft ligj. Përgjigjet janë pothuajse të njëjta në 6 muajt e fundit, se ky ligj është në përfundim sipër. Već ima skoro finalna verzija i mislim деното прашање кога ќе испаднеме како влада тоа да го поминеме у влада, да го промовираме, да оди на венецијанска за мислење и после да се врати на парламентарна процедура. Но во меѓувреме, значи откако настапи проблемот со балансерот, па се додека законот ќе биде валиден, значи ќе имаме конечна верзија и валиден закон, правичната застапеност важи, има политички договор да се почитува правичната застапеност и без балансер и без закон за правичната застапеност во овој период. Ka ana tjetër, Fetai theksoi se këtë javë pritet të mbahet takimi i fundit në nivel të grupit të ekspertëve. Jemi në faza finale të konsultimeve brenda koalicionit, brenda grupit punës. Jo, deadline nuk mund të vënojmë në këtë drejtim, e thash duhet të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme, e cila na mundson që të përkthejmë në obligime ligjore parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kemi diskutime thujse në bazat ditore në kuadër të ekipit që është duke përgatitur dhe finalizuar këtë projekt ligj. Unë këtë javë do kem uroj takimin e fundit në nivel të grupit të ekspertëve dhe pastaj do dalim bashkë me kryeministrin Mickoski, do e promovojmë, do e paraqesim para publikut. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pritet të jetë një kornizë ligjore për të drejtat të barabarta të bashkësive etnike në institucionet publike dhe shtetërore. Nevoja për këtë ligj të ri u paraqet pas shfuqizimit të mekanizmit të balancuesit nga gjykata kushtetuese. Balancuesi u krijua në bazë të marrëveshjes së orit të vitit 2001, e cila për të gjitha këto vite ka qenë metodologjia e punësimeve sipas përkatësisë etnike në administratën publike, polici, ushtri, arsim dhe institucione të tjera shtetërore.